vjeqore për edhe matë madhë nuk i mund japëm. Unë kër i më hinë në tëllë të nitën, që atu më na ju thëj makinat, që atu lodera dhe këtu kavu e që ngarkujnë dzeje, që atu para 50 vite janë edhe sëtë. Atu janë amortizu, ka defekte shumë mëdha, ka prishje, duhet më morë pjesë rezervë, dhe më unë nuk mund na me ma shumë... Sa vjetër është makineria, thoni? Për mi 50 vjeqare. Unë, kër i më hinë... Vagonët dhe pjesë të tjera? Janë do kamion, atu do kamion që i kam pru mas lufte, po është një numër në gishta në ashtaj në gjepë, 7 cupas edhe 10 kamion edhe ngarkuse. Mirë, po atu mjetët që punën me kompresion të ajrit, atu janë 50 vjeqare. Dhe më unë defektet janë shumë mëdha. Në kuën matë krizë që i në konë kuën e Covidit. Unë di vete kom po 400.000 euro, dhe në 400.000 euro në ka orrim. Dhe më unë në ka orrim. Na përëdhujmë, edhe mi qitë dyko 15.000 tonë, 1.100.000 euro ma shumë, nuk më i esheshëm që ta koncentrat. I kem shpenzime dyko 300-400.000 euro, dhe më unë nuk më një adolën pa na një mu qeveria. Qeveria është 10% aksionare, Trepqa është pasuri kombëtare, është pasuri e shtetit. Na, jo që po me ka obligim, po duhet me moj Trepqin kom, edhe me na një mu që Trepqa mu zhvillu, mirë po duhet me investu shumë, edhe me bo finalizimin e gjitha këtyne për me mujt me firmë. Armand ka raportu shpesh për situatën në Trepq, ka pas një farë trekëndshë ndoshta të komunikimit qeveri, menaxhment, minator, kryesisht në këtë trekënd që zhvillu krejt situata. Kush dhe qysh e ka trajtu? Qoftë periudën ku ka pas krizë, që po thot edhe Osmani, por edhe periuda në veçanti ku ka pas greva. Ja, atër grevat realisht mund të kënë qenë me vend, po edhe kanë shaktu normal dëme financiare, për shka unë kur i kam intervistu minatorët, kanë qenë të vidishëm për dëmet financiare, me gjithë të kanë qenë në të drejtën e tyre, kanë qenë për paga. I kanë kërku pagat e tyre që Trepqa vazhdon akoma të avonoj pagat. Flotacioni ka marrë pagat para 3 dite, mundet muna tregu ndoshta ma mirë zotëri Osmani. Ka pasur trajtimet ndryshme të Trepqës, ka tregu edhe jo stabilitet, janë ndru disa borde në këtë qeveri, brenda 4 vjete, janë ndru disa borde, janë ndru 3 menaxher, kanë qenë 3 kryeshefat të ndryshëm, që po reflekton edhe jo stabilitet. Po ashtu Trepqa përballot me borxhe, për trust, ja o ka mbi 10 milion euro punëtorëve të vetë që nuk e pagun trustin prej vitit 2020. Në mars, kër e kam intervistu kryeshefin, më ka të regu atë kohë që vetëm procedura përmbarimore i ka posë mbi 4 milion euro aktive të trashëguara, jo të ti, të trashëguara, duhet përmendur.